kundrejt edukatës edhe vlerave që na duhet mi pas si njerëz fillimisht, është një farë përplasje shumë e rëndë dhe shumë e vështirë mes njëna tjetrës, që tash më bën me reflektu pak se me çfarë niveli të edukimit edhe të vlerave jem të eduku gjeneratat e reja. Nuk po flas për media, po flas për qytetarët e thjeshtë dhe gjeneratat cilat do të jenë e ardhmja e këtij vendi. Kështu që dikush nëse është në gjendje edhe një rast dhimbjeje, një rast vdekje me shfrytzu për egot vet, unë mendoj që është krizë e një shoqërie, një krizë morale e një shoqërie, sepse vlerat janë komplet gabume ato që jenë të jam mësu në fëmijëve tonë, bjen kjo në bazë analizës tonë. E tani mos flasim për pyetjet e gazetarëve e tjera që për mua jo vetë që janë shokuese, po janë denigruese, ofenduese, dhe tregojnë se në çfarë niveli janë edhe vetë mediat. Okej, faleminderit shumë, një reagim nga Dreni edhe nga një pyetje të fundit. Vetëm thjesht ta shtoj që në krejt këtë ekosistemi informativ që ne kemi sot nuk duhet të lëmë anash algoritmet e mediave sociale. Pra, një prej mënyrave se si dikush mbërrin me pas rriqme të madh është kur është senzacional, emocional, sepse dhe algoritmi e shtyn përpara, i cili do prej mediave sociale që është. Kështu që përveç mediave tradicionale, portaleve, te media sociale, gjigante teknologjik që qëndrojnë prapa atyre, vetë po e ushqenjë këtë mënyrë të denigrimit. Prandaj edhe ka vrejtje për ata, prandaj edhe disa shtete i ndalojnë, do më thonë, pikrisht për algoritmin. Okej, si pyetje të fundit, me qenë se jemi nga bota e medias gjithë, si lloj vetë reflektimi, çka mësojmë ne si media nga kjo dhe a kemi edhe ne disa kufi ose a kemi edhe ne disa përgjegjësi, themi kështu, pse po shpërfaqet çështja jonë kështu? Resul, unë këtu në Libero e kam tregu disa herë që e kam përjetu në familje, një aksident që gati i ka kushtu me jetë për inditim edhe i kushton sot e vazhdojnë me shëndetin e ti, edhe ato pamje të aksidentit për mu vazhdojnë me qenë tronditse edhe vazhdojnë me qenë përjetim i her pas hershëm, sa herë që më dalim për para. Dhe ditën kur ndodhi aksidenti i vllaut të Gjestit, u përhapen shpejt në për jetës sociale, në për Snapchat, çka janë këto të tjera, videot me njëherë nga koha e aksidentit, nga vendi ku shihej i aksidentuarit të tjerë, nga një qytetar aty, dhe pamjet ishin të tmerrshme, ishin jashtë dënorme, nuk e di çush mundet një njeri normal me e xhiru një person të aksidentuar në agjendje. Dhe pastaj, sikur kur e përjeton, si është ajo fjala që thonë kur i djeg buzët, ajo trauma të ringjallët. Edhe fillova me mendu se çush mundet me u ndje një familjar i Gjestit ose vetë Gjesti kur e sheh atë video. Dhe pastaj vjen ajo video tjetër kur del Gjesti në vendin e ngjarjes. Ka qenë komplet jo në interes të publikut. Pse na duhet me pa neve një moment të tillë kur Gjesti e kupton humbjen e vllaut? Dhe ne si media do duaj me reflektu, a është në interes të publikut me nxjerrë një moment aq dëdhimshëm, aq personal të dikujt pa marrë para, e kuptojmë ne, është figurë publike dhe të tjera, por ajo shkon te përtej, sepse është përjetim familjar, është përjetim, është humbje e madhe dhe Gjesti sigur ishte i thyer. Dhe njeriu duhet ta kursesh në momente. Dhe njeriu duhet ta kursesh në momente të tilla.